Përshkallëzohet luta tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ashtu siç edhe kishte paralajmëruar pak ditë më parë, Brukseli është përgjigjur me të njëjtën monedhë vendimit të administratës amerikane për të vendosur vendeve të BE-s një taks prej 20%. Sipas një dokumenti të parë nga Reuters, Komisioni Evropian ka propozuar këtë të hënë kundër tarifa prej 25% për një sër mallrash amerikan, një pjesë të cilave do të hyjë në fuqi me 16 maj dhe të tjerat me 1 dhjetor. Mallrat janë të një game të gjerë dhe përfshin diamante, vezë, fill dentar, produkte të mishit, shpend, sojën dhe bajamet, ndërkohë që vera dhe bulmeti janë hequr përkohësisht nga lista. Tarifat sipas komisionerit i tregtisë së BE-s do të kenë një ndikim prej afro 26 miliardë euro. Pavarësisht këtij propozimi, shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se BE kërkon negociata me administratën amerikane për heqjen e taksave për 20% që Trump ka vendosur për mallrat e kontinentit të vjetër. Evropa është gjithmonë e gatshme për një marrëveshje të mirë. Ne jemi gati për të negociuar me Shtetet e Bashkuara. Në të vërtetë ne kemi ofruar tarifa zero për mallrat industriale, siç kemi bërë me sukses me shumë partnerë të tjerë tregtar. Ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump vijon të mbrojë masat e tij për vendosjen e taksave, duke i konsideruar ato një ilaç të hidhur, por të domosdoshëm. Me anë të një mesazhi në rrjetet sociale, ai shkruan se ky ishte diçka që Shtetet e Bashkuara duhet ta kishin bërë 10 vite më parë dhe se amerikanët nuk duhet të kenë frikë dhe të jenë të durueshëm pasi rezultati do të jetë madhështia. Teksa Trump tha se Japonia ka dërguar ekip për të negociuar për tarifat, duke shtuar se do të rrisë me 50% taksat me Kinën nëse Pekini nuk heq tarifën me 34% për mallrat amerikan.